nuk ka zgjedhje. Ka thjesht një riciklim të pariciklueshmes. Sepse kemi 36 vjet me të njëjtin emër, me të njëjtën figurë, i cili nuk ka çfarë jep më, qoftë për demokratët, qoftë për njerëzit e lirë, qoftë për Shqipërinë. Prandaj ne do ta trajtojmë çështjen edhe më tutje, por unë e shikoj thjesht një proces manipulativ për opinionin publik. Avokat, në kontekstin ligjor, ne kemi patur mundësi që të diskutojmë edhe se çfarë përmbas statuti dhe si do të jenë hapat pasardhës, po materiali që ndoqëm shumë për zonën Kokalari dhe për padin që ajo ka bërë në SPAK me pretendimin se është marrë peng Partia Demokratike, dhe di nëse mund të ketë një ndjekje zyrtare të një procesi që nuk besoj se do të anullohet më se nesër tani më është zyrtarisht, po. Pse? Pse u zgjodh pikërisht momentin 1 ditë para? Mund të ishte zgjedhje, ku diun, po them 10 ditë më parë. Nëse ti realisht ke dëshirën e madhe për të gjetur zgjidhjen apo për të pasur një impakt nga organet ligjzbatuese, që në rastin konkret është SPAK-u. Vetë fakti që kjo lloj padie apo kallëzimi ka shkuar veç 1 ditë, se vetë sot me sa diun është bërë ky kallëzim penal, ose të paktën kështu është bërë prononcimi nga ana e vetë personit që ka bërë kallëzimin, por mua nuk thot asgjë. Është në vazhdim e gjithë veprimeve që përfaqësues të ndryshëm, nga ata të kënaqur, të pakënaqur, herë bashkëpunëtor të kryetarit të sotëm të Partisë Demokratike, herë të cilët e kanë kundërshtuar gjithmonë, por nuk gjej shumë raste faktikisht të kenë që kundërshtarët në një linjë logjike të vazhdueshme. Në vitin 2008 u ndryshua kushtetuta, ku kryetari i partisë i dhanë një fuqi të jashtëzakonshme për të qenë dominant mbi grupin parlamentar. Kush ja dha? Shpirti thjesht bëj njerëzit. Një marrëveshje Rama Berisha. Jo, po dakor, këtë fuqi aty në një farë mënyrë dhanë atërsia vet. Po pra, ju konkretisht, po ju domethënë. Edhe unë konkretisht, sepse kam qenë një mbështetës i flakt i zotit Berisha, por nuk do të thot asnjëherë që të kuptosh të vërtetën dhe mos ndryshosh, të kesh qasje tjetër. Ne po themi sot që siç ndodhi në Hungari, që ndodhi që fitoi 2/3 ky kryeministri i ri, dhe doli nga një njëjti forcë politike. Madje i tha unë Maja fotografinë e Orbanit e Maja në faqen e murit. Ne si popullsi nuk e arrim dot këtë, sepse akoma ne nuk jemi të përqendruar te parimet, atë që me të drejtë, sepse futemi në lojën e fjalëve. Erman, më falet zotëria, kam vetëm një shqetësim shumë të vogël që do ta bëj pak me paralizëm shumë popullor për të qenë më i qartë për njerëzit. Nëse është shumë e shkurtër. Jo, nuk është zgjatë shumë. Nëse dikush të fton në dasëm dhe ti shikon që aty është mort, çfarë bën njeriu? Tenton që atë mortin ta kthejnë në dasëm? Jo, është e pamundur. Atëherë do krijoj një dasëm tjetër. Nuk e di se sa i qartë ishte kjo gjë, por nuk ka mazhorancën brenda opozitës dhe nuk ka mazhorancën sepse do ishte në qeveri. Atëherë kemi dy linja. Është një linjë që do veprojë nëpërmjet ligjit dhe statutit, apo do veprojë nëpërmjet ligjit politike. Ju thoni që nuk e ka shumicën as në antarësilet, në Këshillin Kombëtar, le të themi, por nuk e ka dhe në aspektin e opozitës në një front më të gjerë, apo jo? Një front më të gjerë kisha, jo në Këshillin Kombëtar. Atëherë në front të gjerë, lind detyra pikërisht e gjithë këtyre elementeve opozitar, siç jeni ju, dikush tjetër, për të krijuar një unitet me njëri tjetrin dhe për të dalë që jemi ne. Në thelb dhe nuk është Berisha, opozita e vërtet. Pra këtu nuk mund të merremi më pas me diskutimin ligjor dhe teknik, sepse nuk ka më vlerë në këtë rast. Nëse do merrem me diskutimin teknik, përsëri ai delifituar, sepse thotë e kanë instrumenti ligjor brenda statutit për të më rrëzuar, për të më shkarkuar, për të më krijuar gjithë problematikën që ju një pakicë të caktuar keni të drejtë ta thoni, por në thelb deri këtu shkoni, sepse kaq fuqi keni. Dhe këtu jemi në dyja linjat ai delifituar, sepse topin është i tij dhe ka të drejtë gjuajë vetëm ai. Kaq. Tu ka një problem madh. Unë në vitin 2014 ja kërkova dhe zotit Basha. Ne që u zgjodhëm në atë vit, qoftë kryetarët e degëve, po deri dhe te zoti Basha morën mbi 82% votave. Dhe po ta shikojë me vëmendje, të gjithë ata që shkaktuan humbjen në 2013, që ne dolëm me 1 milion vota kundër, pra dolëm në opozitë, vetë antarësia i spastroi. Nuk ishin më as kryesi degësh, por deri këtu në qendër. Dhe debati, lidhjet e tyre nga baza deri në qendër ishin mjaft ashpra. Madje unë në një moment caktuar, se po më thonte për 2-3 persona zoti Basha, do të thënë që duhet jenë jo shefa departamentesh në zonë, dhe i them, zoti kryetar, në qoftë se antarësia këta persona i spastroi, si mund të me qoftë se unë do t'i fus nga dritarja dhe ata do vinë, nuk më vendosën mu kryetar dege me 82% votave. Se mos është ai ndoqi linjën e vet, se si kishte hyrë vet. Dhe ndaj propozoi vetë një linjë. Kjo mund të ishte një formë. Ku dua të dal tu. Nuk më vun mua për të bukur,
Dhe kur shikojnë ata aty, do thonë çfarë kemi ndryshuar. Pra ne duhet ndryshojmë metodologjinë dhe filozofinë se si të bënim opozitë. Kjo nuk u arrit. Dhe po të shikosh kryesinë që ka sot zoti Berisha, është e gjithë kryesia që kishte zoti Basha. Janë po të njëjtit persona që shkaktuan humbjen 2013 janë sot. Po të shikoje sot Facebooket, edhe disa të përndjekur politik që janë pranë zotit Berisha, që janë dhe deputet, nuk kishin asnjë status të veçantë për qafën e Barit dhe për Spaçin, por thonin dilni dhe votoni nesër në referendum për zotin Berisha.